Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2022. Dhe tani, do të marrim një pyetje. Do të përfundoj kjo histori, si do të përfundoj historia juaj? Pra, si do të përfundoj historia juaj? Gjithë jush, pra, si do të ketë, çfarë përfundimi do të ketë kjo histori? Dhe kemi. Jeni të dyzuar, thot. Edhe kur teti ka dallg, fortun, ju jeni të dyzuar. Por, shumë shpejt ju jepni kalit dhe me shpresë, me këtë kal paqe, ju shkoni drejt të dashurës tuaj. Merrni këtë rrugë, dhe pse jeni me dyshje, ju ndihmon drita e hënës dhe e diellit. Sepse jeni pak të fokusuar tek pjesa e bollokut e monedhave. Por thot, ju jeni shumë të dashuruar me personin e zemrës tuaj. Dhe doni të keni një përfundim fantastik, të mrekullueshëm. Të filloni një kapitull të ri në jetën tuaj, duke lënë mbrapa gjërat që keni bërë, të mira apo jo të mira, pra gjërat që nuk ju kanë dhënë shumë rezultat, dhe të filloni një kapitull të ri në një vend, jo këtu pranë, jo në Shqipëri, pra në një vend larg, sepse këtë princesh të monedhave ju e shikoni si femrën tuaj ideale. Dhe pse keni patur probleme në çift, përfundimi është magjik. Ju jeni personi dur, personi magjik në jetën e kësaj femre, sepse kjo femër juve ju ka sjellë gjithmonë një ekuilibër në jetën tuaj. Bëni këtë takim, dy shikuvave të tregonin takimin serioz që ju bëni, të mbrojtur nga ky ëngjël, dhe vjeta e kupave tregon që përfundimi i marrëdhënies tuaj do të jetë fantastik, i mrekullueshëm. Ju jeni falenderues dhe mirënjohës universit për këtë rast të mrekullueshëm që ju ka sjellë në jetën tuaj shumë shpejt. Faleminderit shumë, miqtë e mi, për dëgjimin e kësaj energjie të tarotëve. Tani do të marrim shenjat që rezonojnë në këtë energji. Kemi binjakët, gaforen, digjëreshën, demin, peshqit, britjapin dhe dashin. Kurse nga gërmat, gërma e parë e emrit tuaj mund të rezonojë me gërmat S, F, L, N, D, Z, G, E dhe L. Faleminderit shumë, miqtë e mi, mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.